Nuk është kusht që njeriu me fillu agjerimin duke qenë i pastër, faktikisht duke mos qenë gjunëp, nuk është kusht kjo. Pra mundet me qenë kusht për me falë namazin e sabahut, për ndryshe nëse njeriu po themi drejt për drejt ka pas raport intim me bashortën, edhe ka ra me fjet, edhe o zgjun nga gjumi, nuk ka kohë, pa e lëzajmë thjesht 20 minuta ka kohë, ose me hangër buk, ose me pastru, themi ha buk, bëj syfër, pastaj edhe nëse thirr ezani i sabahut, edhe të hynë mu pastru, nuk ka gjë të keqe. Po ndoshta mund me ndodhë edhe me ezan gjumi tërësisht, edhe mos mu zgju vetëm se me kalu krejt syfirën ose mu zgju mas sabahu dikër vonë, ajo nuk e prish agjerimin, pra vetëm hynë pastrohet me rgusull për të falur namazin, për ndryshe agjerimi është valid dhe nuk ka kurfar. Pra edhe nuk e pakson vlerën e agjerimit ashtu siç mundet me pretendu dikush. Prandaj kjo është një gjë që faktikisht edhe nga praktika pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, gratë e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam përcjellin që i dërguari i Allahut është pastru mas ezanit të sabahut duke qenë gjunëp. Pra nuk kushtohet që kur të bëhet niyeti me kanë i pastër apo me ngrënë syfirin duke kanë i pastër.